Në Shqipëri, çmimi është rritur, por në mënyrë shumë të moderuar se sa rritja që është parë për shkak të rritjes së çmimit në bursë në disa vende të tjera. Gjithsesi, sfida është e hapur, nuk di të thot askush se kur do të mbyllet ajo betejë që mban faktikisht lidhur pas vetes edhe çmimin e naftës. Nuk di të thot askush si do shkojë çmimi në bursë, në rast se do ketë rritje të mëtejshme, në rast se do stabilizohet në një pikë caktuar. Por është e sigurt që ne duhet të bëjmë atë që ne mund të bëjmë dhe atë që neve na takon, duke filluar nga rezerva, sipas informacioneve të marra, konsiderohet që ju keni një rezervë të arsyeshme, e cila fizikisht është aty për 30 ditë, ndërkohë që në kontratat tuaja figuron e garantuar për rreth 100 ditë, dhe kjo është pozitive. Megjithatë, mbetet për tu monitoruar ditë pas dite gjithë situata. Nga ana tjetër, ne kemi në konsultim publik ligjin për rezervën shtetërore, e cila do duhet të shtrihet fizikisht në 100 ditë, në 3 muaj më saktë. Dhe me dy fjalë dua t'ju them që ne jemi në punë për të finalizuar